2.000 euro për 3 ditë në Rivierën Shqiptare. Si do t'i shpenzonim si qift? Përpara se video të fillojë, mos harroni të na bëni subscribe. Po sikur të kishim vetëm 3 ditë kohë, por një buxhet prej 2.000 eurosh për t'i shijuar deri në maksimum. A mjaftojnë 2.000 euro për të jetuar si turist VIP në Rivierën Shqiptare? Sot do ta zbulojmë bashk. Në këtë guid do të udhëtojmë si qift përgjatë Bregdetit më të bukur të Shqipërisë. Do të flem në hotele premium, do të ham në restorante Buzdeti dhe do të vizitojmë disa nga plazhet më mahnitse të Jonit. Le të nisim aventurën. Dita e parë: Ksamili dhe plazhet e Parajsës. Ora është 9 e mëngjesit dhe mbërrim në Ksamil. Sa po sheh ngjyrën e detit kupton pse ky vend është bërë një nga destinacionet më të fotografuara në Ballkan. Uji është aq i kthjellët sa duket sikur varkat notojnë në ajër. Për këtë udhtim nuk do të kursejmë. Rezervojmë një hotel premium me pamje direkte nga deti. Hotel për çift, 250 euro nata. Pas sistemimit, zbresim menjëherë në plazh. Marrim një set VIP me 2 shezlong komod dhe shërbim në plazh. Shezlong premium, 50 euro. Ndërsa shijojmë detin, porosisim koktejle dhe fruta të freskëta. Pije dhe snacks, 30 euro. Në drek, zgjedhim një restorant me pamje nga ishujt e Ksamilit. Një menu me karkadhec, oktapod, peshk të freskët dhe verë. Drek për 2, 120 euro. Pas dite, marrim një kanoe dhe shkojmë drejt ishujve. Kanoe, 25 euro. Mbrëmja vjen shpejt. Dielli zhytet në horizont dhe qyteti merr një atmosferë krejt të tjetër. Rezervojmë darkë në një nga restorantet më të mira të zonës. Darkë romantike për 2, 180 euro. Totali i ditës së parë, 655 euro. Dita e dytë: Himara, Jala dhe gjirajt sekrete. Pas mëngjesit, nisemi drejt Himarës. Rruga bregdetare është një spektakël më vete. Në njërin anë malet, në tjetrën deti jon. Ndalesa e parë është plazhi i Livadhit. Marrim shezlong në rreshtin e parë. Shezlong 40 euro. Kalojmë disa orë duke notuar në ujërat kristal. Më pas vazhdojmë drejt Jalës. Për shumë vizitor, ky është plazhi më i bukur në Shqipëri. Këtu vendosim të bëjmë diçka speciale. Marrim një skaf privat për disa orë. Me të vizitojmë gjire të fshehta ku nuk mund të shkosh me makinë. Gjire me ujë të kaltër, shpella detare dhe plazhe të vogla që duken sikur janë zbuluar vetëm për ne. Skaf privat, 350 euro. Në mesditë, ndalojmë në një restorant Buzdeti. Drek, 100 euro. Pas dite, vazhdojmë drejt gjirit të akvariumit. Ky është një nga vendet më të bukura në Rivierë. Uji është aq transparent sa mund të shohësh çdo gur në fund. Mbrëmjen e kalojmë në Dhërmi. Rezervojmë një hotel butik. Hotel premium, 280 euro. Darka zhvillohet në një restorant me pamje nga deti. Dark, 170 euro. Totali i ditës së dytë, 940 euro. Dita e tretë: Dhërmiu dhe perëndimi i fundit. Ditën e fundit vendosim ta shijojmë pa nxitim. Zgjohemi me pamjen e detit dhe zbresim në plazh. Dhërmiu është vendi perfekt për të kaluar orët e fundit të pushimeve. Deti ka një ngjyrë të veçantë blu dhe peizazhi përreth të lë pa fjalë. Marrim shezlongu premium. Shezlong, 50 euro. Porositim koktejle. Pije, 30 euro. Në drek, zgjedhim një restorant elegant.
Drek, 120 euro. Pasdite, ngjitemi në fshatin e vjetër të Dërmiut. Nga lart pamja është spektakolare. Shikon gjithë vijën bregdetare dhe kupton pse Riviera shqiptare po tërheq gjithnjë e më shumë turist nga e gjithë bota. Përpara largimit, ndalojmë për darkën e fundit. Një tavolinë buzdeti, një shishe verë, peshk i freskët dhe një perëndim dielli që mbyll në mënyrë perfekte këtë udhëtim. Darka finale, 180 euro. Totali i ditës së tretë, 380 euro. Sa shpenzuam? Hoteli në Ksamil, 250 euro. Hoteli në Dërmi, 280 euro. Ushqim dhe pije, 900 euro. Skaf privat, 350 euro. Shezlongu dhe aktivitete, 220 euro. Totali, rreth 2000 euro. Pra, nëse një çift do të kishte 2000 euro për vetëm 3 ditë, mënyra më e mirë për t'i shpenzuar do t'ishte përgjatë Rivierës shqiptare. Ksamili, Himara, Jala dhe Dërmiu ofrojnë ujëra kristal, plazhe mahnitse, restorante cilësore dhe eksperienca që nuk kanë asgjë për t'u pasur zili destinacioneve shumë më të shtrenjta të mesdheut. Dhe pyetja që mbetet në fund është: ju do t'i shpenzonit këto 2000 euro në Shqipëri apo do të zgjidhnit një vend tjetër?